Përshëndetje miqtë e mi, kur i kthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt. Këtë hapësirë ne kemi vendosur që ditën e sotme t'ia kushtojmë sigurisë rrugore. Sot në fakt nuk jemi vetëm, siç jemi mësuar për herë që të kemi prezent zotin Gzim, këshill le të themi, është një këshillues i përhershëm i kësaj hapësire, por merret dhe me sigurinë autoteknike prej vitesh. Zoti Gzim, përshëndetje. E nisëm pak ndryshe sot prezantimin, ndërkohë që ju nuk na keni ardhur vetëm, keni ardhur dhe me presidentin e Konfederatës Sigurisë Rrugore, profesor Dr. Shkëlqim Zeqo. Profesor, përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve. Ju quajta këshillues pasi që të gjithë kanë nevojë për këshilla dhe nëse këshillat zbatohen, gjërat ecin më mirë apo jo? E rëndësishme që të shkojnë në vesh të duhur. Natyrisht ashtu është, por mendoj se tashmë gjërat nuk duhet ngelen në nivelin e këshillave. Tash ne duhet të organizojmë pak më lart, ne si konfederat kemi dhënë kontributin ton, së bashku me profesorët, me të gjithë anëtarët e tjerë të konfederatës, po kërkon këtu pak mekanizmin e shtetit. Pra, ne jemi në një situatë krejt tjetër, kur pothuajse gjithë bota është alarmuar për sigurinë rrugore, pasi ne kemi shumë të vdekur, shumë persona që mbasin jetën, shumë persona që gjymtohen, pra kemi dëm ekonomike financiare, pra në tërësi ky është një problem mbar botëror. E nëse të gjithë të tjerë kanë lëvizur me një hap më të shpejt, ne kemi ngelur më mbrapa. Është një direktivë e Komunitetit Evropian që në vitin 2015 është direktivë vitit 2011, është e sotshme, pa ka ngelur prapa mbetur që shteti jonë nuk ka lëvizur fare në këtë drejtim, spaku në informacionin që kemi ne. Sepse duhet që në 2015 duhet dilnin certifikatat profesionale. Pra nuk lejohet që në rrugët e Europës qarkullojnë persona pa këtë certifikatën profesionale. Por kjo nuk është një certifikat e lëshuar pa pritur e pa kujtuar. Kjo është një certifikat që kërkon një trajnim të njerëzve, që kërkon rreth 300 ca orë për të trajnuar. Pra ky trajnim kërkon një sër masash paraprake për të realizuar kjo. Tani ju fakti që nuk na keni ardhur vetëm, na vini le të themi nga një konferencë shumë e rëndësishme për Europën Juglindore, ku ka pasur një pjesëmarrje shumë të gjerë për sa i përket sigurisë rrugore, apo jo? Po, ne ishim në atë takim shumë të rëndësishëm, thosha, ishte për Europën Juglindore, ku kishte shumë shtete, dhe profesori mbajti edhe një fjalë atje në emër të Konfederatës për gjithë punën e bërë, natyrisht edhe për metodologjinë e mësimdhënies dhe gjithë problemet e tjera, dhe këto mendoj që mund të trajtojë më mirë profesori. Patjetër. Profesor, çfarë u bëre në këtë takim që ju morët pjesë? Në qasjet tona, pra shteti ynë, siguria jonë rrugore krahasuar me vendet e zhvilluara dhe nga ato vende të cilat ne shpeshherë të marrim ose kërkojmë të marrim modele. Ideja kryesore është e lidhur me faktin që, sikur se tha edhe Gzimi, siguria rrugore sot nuk është një problem i shteteve të veçanta, është një problem mbar botëror. Dhe për këtë arsye është kthyer në problem të Organizatës Kombeve të Bashkuara, në problem të Komisionit Evropian. Dhe praktikisht Organizata e Kombeve të Bashkuara në dhjetor 2014, si çdo vit, bëri bilancin e aksidenteve rrugore në mbar botën dhe mbi 1.34 milion njerëz kanë humbur jetën në aksidente rrugore. Pra kalon të gjithë kufit e shkaqeve të tjera, duke filluar dhe luftat rajonale dhe gjitha këto, dhe është një problem shumë alarmant. Po kështu, mbi 420.000 vet vdesin në vit në Europë. Prandaj edhe Komisioni Evropian ka shpallur iniciativën e një hapësire mbare europiane të sigurisë rrugore. Në këtë kuadër ishte dhe kjo konferencë për sigurinë rrugore për Europën Juglindore. Dhe natyrisht këtu ishin autoritete shumë të larta, këshilluese të Komisionit Evropian, si IRU-ja dhe ECTR-ja. Janë dy organizma që bëjnë politikën dhe ndihmojnë Këshillin e Europës për të bërë programet dhe planet që duhet të zbatohen, jo vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, por dhe në vendet kandidate për në Bashkimin Evropian dhe më gjerë në të gjithë hapësirën europiane. Në konferencë u diskutua gjërësisht nga autoritetet larta të këtyre organizmave, por edhe nga përfaqësues të vendeve të ndryshme, për problemet specifike të sigurisë rrugore. Cilat ishin problemet që dolën në pahle, të themi? Para se të themi këtë, unë duhet të them këtë që ndërsa nga vendet e tjera të Ballkanit ishin
përfaqësues të lartë duke filluar nga Ministritë e Transportit, nga organizma të tjera shtetërore, policia rrugore, e trafikut. Që janë të prekur drejt për së drejt, të janë të lidhur. Nga Shqipëria, nga këto organizma nuk ishte asnjë përfaqësues. Natyrisht, kjo nuk na nderon apo? Nuk na ndiron dhe nuk na ndihmon. Mos pjesëmarrja ka gjë tjetër se ti ne mbyllim veshët, nuk dëgjojmë se ç'thuhet. Pra ne duhet shkojmë të mësojmë se ç'duhet. Ne nuk e shohim kush janë këto programe dhe këto plane që Europa ka për këtë rajon dhe si duhet të marrim. Praktikisht po ju bi një shembull të tillë që një nga direktivat më të fundit të Komisionit Evropian është kualifikimi i vazhdueshëm i drejtuesve të mjeteve, sepse teknika dhe teknologjia vazhdon të avancojë, ndërsa natyrisht ne sot kemi një numër shumë të madh drejtuesish. Po ta krahasojmë me atë që kishim në vitin 90, 16.000 njerëz të pajisur me patent, sot kemi mbi 650.000. Është një armatë e tërë. Absolutisht, janë rritur me disa zero. Dhe në këtë kuptim janë drejtues që vinë nga klasa, grupe të ndryshme që nuk përfaqësojnë të njëjtën nivel kulturor për të kapur pikërisht këtë teknologji të avancuar. Ndërkohë që njohuritë mbeten po ato, bota avancon në vetëm në atë nivel teorik. Kjo ndodh, jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Prandaj ato i vënë si detyrë që këto kualifikime duhet jenë të vazhdueshme dhe sikurse tha dhe Gzimi, ky ishte një problem i madh. Ka një projekt të Bashkimit Evropian për Europën Juglindore, ku marrin pjesë të gjitha vendet e Ballkanit, së fundi edhe Maqedonia dhe Serbia, me përjashtim të Shqipërisë për këtë kualifikim. Dhe duhet dim që këto kualifikime bëhen me programe të përgatitura nga Brukseli dhe të investuara nga Brukseli. Kështu që ne humbim edhe ato mundësi të financimeve që mund të përfitonim. Ja, e tregojmë dhe hartën, është shumë konkrete. Kjo është harta e sigurisë rrugore në të gjitha shtetet ku vendi i Shqipërisë është një pull e bardhë. Nuk ekziston fare. Të bardha janë aty dhe Maqedonia dhe Serbia, sepse deri vjet tashmë kanë hyrë. Tashmë ato kanë hyrë. Ne nuk jemi. Ne nuk jemi. Dhe kjo nuk është as pak pozitive dhe nuk na nderon. Natyrisht humbim edhe ato që mund të përfitonim. Atëherë, çfarë vure në këtë konferencë dhe çfarë na takon ne të bëjmë? Çfarë vlen për të korrigjuar? Këtu një radhë parë duhet të ishte e pjesëmarrja në këtë takim të rëndësishëm, që të kuptohesh se çfarë direktivash ka, që të kuptohesh si bëhet përgatitja. Aty u dha përvojë nga India, që është një ndër vendet e zhvilluar për programet kompjuterike sigurisë rrugore. U dha përvojë nga Franca, u dha përvojë nga shumë shtete, Austria. Pra këtu kishim një ajkën, do të thosha, të këtyre vendeve të përparuara që dhe kjo na shërbeu të gjithëve ne që ishim pjesëmarrës. Po nuk na erdhi mirë që nga dikasteret nuk ishte njëri dhe kjo nuk është normale. Pra tregon mungesë vullneti për të ecur përpara. Ne këto probleme, natyrisht, parë se të shkonim, i kemi trajtuar dhe me Ministrin e Transporteve, kemi qenë në takim bashkë me profesorin, ja kemi thënë që duhet bërë një hap përpara me këtë. Por kjo kërkon le të shohim përvojën e Kosovës. Pra edhe vetë Kosova, edhe Kosova është afër, po Kosova ka bërë hapa përpara. Pra është një universitet aty, Universitet Tempulli, i cili ka përgatitur trajnerët për këtë problem. Pra ata kanë marrë një licencë për të bërë trajnimin e këtyre njerëzve. Në kohë që ne ende nuk kemi bërë antar, ende nuk kemi përgatitur, pra ne nuk kemi bërë akoma hapin e parë. Dhe kush do t'i përgatisi këta njerëz, sepse është një volum i madh kohe që kërkohet. Pra kërkohet 350 orë, kërkon trajnim të përhershëm. Pra kjo kërkon një infrastrukturë shumë të gjerë, si në atë planifikimit, atë dhe të zbatimit. Pra nuk është një gjë që thuhet me i llav dhe ne mund të marrim lëshojmë ca letra, ca kështu. Ju thatë që në vitin 2011 ekziston. Për ta sqaruar këtë, pra është një gjë. Komisioni Evropian asnjëherë nuk nxjerr një direktivë thjesht politike. Paraprakisht bëhen studime që financohen nga Komisioni Evropian. Dhe në vitin 2011 ka filluar studimi për përgatitjen e licencimit të gjithë drejtuesve të mjeteve publike me certifikatën profesionale. Dhe është dhënë udhëzimi që në 2015 nga asnjë vend i botës në rrjetin evropian nuk mund të qarkullojnë drejtues mjetesh të transportit publik
natyrisht kuptohet kush janë këto, që nuk kanë këtë lloj certifikate. Por është autorizuar për dhënien dhe certifikimin e kësaj licence IRU-ja, Organizata Ndërkombëtare e Transportit Automobilistik. Ja, pra kjo është edhe një nga këto, ja IRU-ja, po nëse fokuson kamera, ja kjo certifikata që ne na kanë pajisur atje, thot IRU-ja është vendi organizator, me fjalë është pjesë që ka organizuar këtë takim. Pra është interesimi i Këshillit të Evropës këtu për t'i bërë këto gjëra. Kështu që në këtë kuptim, në qoftë se ne nuk kemi marrë certifikatat nga IRU-ja për trajnerët që do trajnojnë pjesën tjetër të trajnerëve, imagjinoni sa mbrapa jemi. Atëherë, ishim duke diskutuar për pjesëmarrjen në këtë konferencë të Europës Rrugëlindore, ku dhe vendet të zhvilluara dhe shumë në avancë krahasimisht me ne, dhanë shembullin e tyre dhe ishim në pikën e këtyre personave që duhet të trajnojnë të tjerë persona, që më pas do të marrin këto certifikatat për të qarkulluar lirshëm në rrugët e Europës, apo jo. Atëherë, ishim duke diskutuar Franca, India, Austria, dhe shtetet tjera dha një shembull shumë pozitiv në lidhje me këtë aspekt, ndërkohë që ne jemi shumë mbrapa. Ideja është kjo që praktikisht në të gjitha vendet merren direktivat e Komisionit Evropian, zbërthehen në kushtet konkrete dhe vendosen edhe programet e realizimit të këtyre detyrimeve. Me afate besoj, kanë afate. Detyrimisht me afate dhe fonde, një pjesë e cilave sigurohet nëpërmjet Komisionit Evropian dhe një pjesë plotësohet nga qeveritë përkatëse të vendeve. Në këtë drejtim, Shqipëria duhet domosdoshmërisht që të ndjeki këtë rrugë. Nuk mundet ne të themi që lëshojmë certifikata të aftësisë profesionale, në qoftë se këto certifikata nuk janë të miratura nga IRU-ja. E para. Dhe IRU-ja i certifikon këto certifikata, në qoftë se ka përgatitur një grup trajnerësh për Shqipërinë, dhe natyrisht këto do të përgatisin pastaj të gjithë ato që do të japin mësim në të gjithë autoshkollat apo qendrat e ndryshme për personat që duhet pajisen me këto lloj certifikatash. Në këtë drejtim ne jemi shumë mbrapa. Një drejtim tjetër shumë i rëndësishëm, për shembull, është i lidhur me një problem që ne kemi shumë të madh në Shqipëri. Ne kemi mbi 650.000 mjete të regjistruara, më falni, 500.000 mjete të regjistruara në DPSHTR-n. Nga këto, kontrollin teknik dhe taksat i paguajnë jo më shumë se sa 320.000 mjete. Kështu që 180.000 mjete mbeten pa qenë jashtë brenda këtij sistemi. Çfarë ndodh? Austria në këtë konferencë dha një përvojë shumë të mirë të vetën. Mund na thoni? Patjetër, shumë e thjeshtë. Çfarë thotë? Ne përdorim lejen e qarkullimit. Një herë për gjithmonë. Jo, Austria e përsërit çdo vit këtë leje e qarkullimit. Pra e rifreskon, le të themi. Faktikisht ato e kanë që jepet një leje e posedimit të mjetit, për çdo person, pastaj ti shkon bën kontrollin teknik, paguan taksat, dhe në fund pajisesh me lejen e qarkullimit vjetore. Pasi pret siguracionin. Masi pret gjitha taksat që gjithçka. Pra, ti ke dhe i paraqet çdo organi vetëm një dokument, lejen e qarkullimit që është vjetore. Ku janë të përfshira të gjitha dhe sigurisht dihet se në çfarë ka ke kaluar. Në Austri, natyrisht ato e thanë, kanë 1.4 milion mjete në qarkullim dhe lëshon 1.4 milion leje të tilla çdo vit. Pra nuk humbet asnjë sepse sistemi është i lidhur. I koordinuar, dhe të gjitha këto veprime nuk kryhen nga organizma shtetërore siç e kemi ne DPSHTR-n, por nga organizma private. Pra gjithë sistemi është i privatizuar. Vetëm se është i mirë koordinuar nëpërmjet sistemeve inteligjente të trafikut që çdo gjë koordinohet në të gjithë sistemin. Informacioni shkon në çdo pikë që... Dhe nuk mund të gjesh asnjë mjet që të qarkulloj pa i pasur realizuar të gjithë proceset, duke filluar kontroll teknik, sigurim dhe të gjitha kërkesat e tjera. Tani nga gjitha shembuj pozitiv, konkretisht nga Austria që ju sapo përmendët, çfarë na mbetet të bëjmë ne? Ne një radhë parë duhet
Ne jemi tek aja me puna duhet të filloj me planifikimin jon. Nuk e di se në çfarë faze është ministria, se nuk mund të marr përsipër të flas për ta, por në informacionet që kemi ne, kjo kërkon një bashkëpunim dhe një bashkërendim të problemeve. Vetë konferenca aty organizua nga këto që ne biseduam bashk, ka këto organizma, OSBE-n, ka gjitha këto lloj organizme, po ndër të tjera është dhe Byroja Kosovare Sigurimeve. Po e veçoj këtë për ta theksuar, sepse kjo jo vetëm që kishte kontribuar me fonde financiare për ta në konferencë, por dhe kryetari i kësaj ishte aty. Pra ky është një homolog i autoritetit mbikëqyrës sigurisë, autoritetit mbikëqyrës financiare që kemi ne. Pra atje është i azhërnuar, me fjalë e azhërnuar policia, ishte aty, të gjithë të organizmat ishin aty. Ata kishin hapur dhe një zyrë të urgjencave, me fjalë kishin një zyrë apostafat për urgjencat, të mirë organizuar, do thosha, bino në kam këtu atë të tyre, me të cilën ata ndiqnin të gjitha problemet në terren, pra autoambulancat këto, pra ata kishin hecu përpara, kjo është atyre, si mund të thirret qendra e dispeqerisë, thotë ky, dhe e shpjegon se si mund të vihet njerëzve në ndihmë. Manual praktik? Një manual, po e kam dhafi që ata kanë organizuar dhe qendrën e urgjencave. Në kohë që ne nuk kemi bërë hapa përpara. Pra këtu policia është shumë e gatshme, dhe ata kanë 74 humbje jetën në vit, kishin për vit 2014, ishin shumë të shqetësuar, me të drejtë, sepse 74 jetë njerëzish, në një kohë që ne kemi 3 herë më shumë, ose ndoshta me koeficient mund ta them çik me koeficient, por nuk ka rëndësi, ne kemi 3-4 herë më të madh se ata. Kur në numër popullsie ne jemi po them 1 milion më shumë se ata. Por kjo me fjalë, pra ne duhet shohim edukimin, ne duhet shohim bashkërendimin, ne duhet shohim gjitha këto, po duhet të ecim në këto drejtime, direktivat që tha edhe profesori që Këshilli i Evropës ka vënë alarmin, Organizata Botërore e Shëndetit ka vënë alarmin, pra të gjithë kanë marrë, edhe ne jemi pjesë e dekadës sigurisë rrugore, pra që do të ulim aksident rrugore, por nuk jemi mirë në masat organizative. A ka vullnet për të bërë ndryshime në këtë pjesë? Kanë përshtypjen që po s'pate vullnet? Po të treguar këtë vullnetin, unë po jo bikë. Ne kemi një organizëm shumë të përqendruar, të lartë, që e udhëheq kryeministri, Këshilli Kombëtar i Sigurisë Rrugore. Ku bëjmë pjesë disa nga ministrat kryesor, që merren me financën, Ministrinë e Punëve të Brendshme, shëndetësinë, arsimin e me radhë. Dhe në ndihmë të këtij këshilli është sekretariati i përkatës, që është pranë Ministrisë së Infrastrukturës. Praktikisht, askush nga ky sekretariat nuk mori pjesë në konferencë. Askush nga Instituti i Studimeve të Transportit të Shqipërisë, një nga detyrat kryesore ka dhe këtë punë, nuk mori pjesë në këtë konferencë. Kështu që tregon që interesi është pothuajse zero. Praktikisht, nëse do të nisemi nga ky fakt, themi që nuk është dëshira për të ndërhyrë konkretisht në këto çështje. Ne kemi hartuar një plan të kombëtar të sigurisë rrugore, dhe aty ky plan ka disa afate të papërcaktuara dhe nuk ka asnjë vlerë financiare për ta realizimin e saj. Në Kosovë është bërë ky plan së fundi dhe plani është shoqëruar dhe me buxhetin financiar. Në bazë të eksperiencës gjithë mbar botërore. Kështu që në këtë drejtim, këto janë hapa që duhet të hecen. Unë po them që praktikisht ne kemi në Ministrinë e Transportit, jo vetëm jo funksional sekretariatin e sigurisë rrugore, por mëse 6 muaj është hequr drejtori i përgjithshëm i sigurisë rrugore në Ministrinë e Transportit dhe nuk është zëvendësuar. Dhe ky vend është bosh. Tani si mendoni që mund të marrë rrugë zgjidhja për këtë probleme? Se mund të vi momenti dhe besoj nga ajo që dëgjova nuk do të jetë shumë i largët, kur ndoshta drejtuesit ta nuk do të mund ngasim në rrugët e Europës pa pasur këto lloj certifikatash ose këto gjëra që bota i kërkon. Në kuadrin dhe që pas ka 4 vite që sorrollatet kjo punë. Jo, ata japin direktivat në afat, nuk japin direktivat sot për sot se nuk i zgjidhim dot. Do të vi dita kur na thonë në stop, nëse nuk marrim masa. Po këtu tash ka një problem që këtu kërkon një duhet lexuar mirë direktivat. Se direktivat e Këshillit të Evropës jepen në aspektin politik. Dhe një ndër pikat e aspektit politik thot qeveria duhet bashkëpunoj me shoqërinë civile.
pra qeveriset bashkë me shoqërinë civile. Nëse ne kemi këtë hendekun që ne nuk lidhemi, me gjithë përpjekjet tona që kemi bërë në televizion, kemi kërkuar takime, kemi bërë këto, përsëri kjo është një situatë e vakët. Duhet i themi në atyre që duhet i ngacmojmë në herë pas here dhe ata as i telefonat nuk na bëjnë ne për të na thënë që ne jemi në këto fazë. A keni ndonjë mendim sepse Konfederata jonë është e madhe. Ne kemi në përbërje të saj disa doktor profesor të shkencës mekanikës, kemi specialist, kemi shumë specialist autoteknik, kemi, me fjalë, këtu bëjnë pjesë 9 shoqata të sigurisë rrugore dhe ka është krijuar Konfederata. Pra ne kemi një arsenal të madh njerëzish, pra një potencial të madh intelektual të kësaj fushë, të cilët ata duhet ta shfrytëzojnë dhe këtë nuk e bëjnë, dhe kjo është e çuditshme, për shembull, u bën një ndryshim në kodin rrugor, u bë shumë i fshehtë. Nuk e kuptoj pse do të bëhet i fshehtë. Çfarë pjesëmarrje kishte në këtë? Pra, ky është problemi. Pra, shteti dhe qeveria duhet hapet ndaj shoqërisë civile. Pra, kur ka probleme të tilla, a ka mundësi të hapësh një faqe në internet dhe gjithë qytetarët japin mendimin e tyre dhe pastaj këtë i filtron. Pra, ne flasim ky kod rrugor, pra flas për kodin konkretisht, ose këto direktiva, ose këto gjëra nuk i shërbejnë ministrit, as ministrisë, këto i shërbejnë gjithë shoqërisë shqiptare. Pra nuk mundet, ne duhet të shohim me hapin që siç flet, siç shikon koha, për shembull, çat më bëri përshtypjen takim, ngrihesh për shembull ishte një vajzë kombëtar europian, nga Belgjika, ajo fliste me terma fare të thjeshta, nuk gënjente asgjë. Kurse ne shqiptarët kur dalim për konferencën ne po zgënjejmë vdesim. Thonë i pushoj. Jo, nuk e kemi gjuhë të komplikuar, ne gënjejmë. Kemi qef të gënjejmë, por ky është skandal. Ata flisin konkretisht, ne kemi kështu, thoshte, po do ta bëjmë kështu. Kemi dhe këtë, na ka dalë kjo, kurse ne themi ne çdo gjë kemi në rregull, punët po ecin shumë mirë. Po ne punë do jetë shumë mirë dhe arkivolet tonë s'kan të mbaruar me njerëz që mos jetë në aksident. Pra, shifra nuk e di eksakt dhe nuk mund të them, por me e tha profesori pak më parë. Po s'ka rëndësi, problemi është ne nuk mund të masim, njerëzit nuk janë shifra. Pra, edhe një po tjetë nuk është shifër, është jetë njeriu. Pra ne do ta shikojmë si jetë njeriu. Sepse ai që e ka këtë fatkeqësi në shtëpi e di shumë mirë se sa e madhe është. Ne të tjerë diskutojmë, bëjmë dhe biseda televizive, por mbyllim bisedën dhe ikim në shtëpi, por aty mungon njeriu në shtëpi. Pra mungon babai në shtëpi, mungon nëna në shtëpi, mungon fëmia në shtëpi. Po mos ndoshta dalim pak te ajo shpreha që ne shpesh kemi diskutuar në këto emisione, profesor, që kur këta persona që drejtojnë dhe janë në pushtet, të cilit do krah politik qofshin, kur preket familja e tyre dhe ndahet nga jeta dikush e tyre i afërt, atëherë kujtojnë që të marrin masa dhe të bëjnë pjesë e kësaj problematike. Atëherë ka një reagim të fortë realisht që ne ndjejmë. Se kemi pasur shembuj konkret, nuk po përmendas emra sepse është. Atëherë reagimi është më i fortë, por problemi është ky që këtu ka dy probleme. Ka një problem që ne duhet zgjidhim me emergjencën. Pra duhet vendosim atë socialistikën, duhet bëjmë ato që duhet bëjmë, këto, por ka këtë tjetër që shtroi profesori. Pra ne duhet të ecim me kokë. Duhet të ecim me kokë. Ka një ecje me kokë, ka një ecje me këmbë. Duhet të ecim me kokë njëherë me mendim, me direktiv, me planifikim. Dhe duhet të ecim me këmbë për të zbatuar ato pastaj në fushën konkrete. Këtu ka një problem që dua ta theksoj. Patjetër, profesor. Ne kemi më shumë se 4 vjet që në Universitetin Politeknik të Tiranës po përgatisim inxhinier që kanë mbaruar fakultetin e inxhinierisë në master në menaxhim transporti, menaxhim trafiku dhe siguri rrugore. Është viti i 4, si mjet, çdo vit ka pas mbi 30 veta, kështu që praktikisht ne kemi përgatitur rreth 120-130 persona që janë specializuar në këtë fushë më shumë se sa të tjerët. Praktikisht. Asnjë, në qoftë se themin përgjithësi, po mund të jenë 1-2 që janë aktivizuar në këtë fushë në organet drejtuese qeveritare. Dhe kjo tregon që interesi për të lidhur me problematikën aktuale, sepse që ti zgjidhësh këto probleme, duhet edhe ti dish. Patjetër, duhet i njohësh. Pa i njohur, nuk mund të futesh. Dhe problemi kryesor kur ne shtrojmë dhe me studentët, është edhe në konferencë, unë e shtrova këtë, sepse dhe aty normalisht shfaqeshin probleme të tjera, është problemi jo thjesht që të përgatitim një grup specialistës të kësaj fushë, por duhet të përgatisim dhe politikën, vendimmarrësit, që ta kuptojnë rëndësinë e këtij problemi. Është shumë jetik. Ne e dim që këto ditë bëhet shumë zhurmë për çmimin e naftës. Ne e dim që këto ditë bëhet shumë zhurmë për shumë probleme. Por ka një gjë që thjesht dhe vetëm
nga aksidentet rrugore që kemi në Shqipëri, ne humbim më shumë se sa rritja e GDP-s vjetore që kemi çdo vit në Shqipëri. Dhe po ju jap një shifër, nga studimet e bëra në këtë fushë, ne humbim 6% të GDP-s, ku rritja vjetore e proklamuar aq shumë këtë vit nga Banka Botërore, e kontestuar nga Banka Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim, ishte ke 2%. Pra çdo thot, ne humbim 3 herë më shumë se ajo që fitojmë. Se ajo që fitojmë në tërësi nga prodhimi kombëtar. Prandaj duhet të kemi parasysh që çdo investim që bëjmë për efekt të sigurisë rrugore nuk është një harxhim, por është një përfitim që do të rrisi edhe prodhimin e përgjithshëm të vendit. Si shpjegoni pse është kjo heshtje, pse kjo situatë, ose pse kur ka vendimmarrje të tilla bën në fshehtësi nuk përfshihet sa duhet shoqëria civile, po vazhdojmë në këto hapa kështu. Unë këtë do t'ja lija harresës, pra ata personat që merren me organizimin e kësaj pune harrojnë ndoshta ose kanë atë metodologjinë e vjetër në kompjuter dhe hapin atë dhe si e bëjmë këtë, bëjmë në këtë mënyrë dhe harrojnë që duhet të jenë të hapur ndaj shoqërisë civile. Unë po ja lë harresës, nuk po e them që kanë këj dashje, absolutisht jo. Ajo që të bën përshtypje është, unë kam qenë kur është bërë çelja e dekadës sigurisë rrugore. Dhe erdhi zëvendës drejtori për Europën, erdhi në Tiranë. U bë çelja e kësaj dhe ai e tha me shumë modesti, natyrisht pak me ironi, aq sa e kuptova unë, tha zakonisht në këto evenimente kaq të rëndësishme dhe ne ka shoqëruar zakonisht kryeministri tha. Tek ne shoqëronte ministri i shëndetësisë të asaj kohe. Dhe sa filloi pak u çel dekada dhe filluan u bën ja dy diskutime, u ngrit ministri, foli ca llafe edhe tha mund të më falni tha se unë duhet të largohem se kam një punë. Tashi këte kemi defekt shumë serioz ne. Të gjithë qeveritarët tanë, të gjithë pa përjashtim, vinë e çelën një eveniment dhe pastaj largohen. Në një kohë që në këtë takim janë trut e atyre njerëzve të spikatur të kësaj lloje shkence. Pra nëse do të bëjmë dhe ne, nëse do të gjykojnë një herë për ta bërë, do të bëhet, pra këtu do të jenë gjithë specialistë kësaj fushë, të cilët do të japin mendime dhe në vend që ky politikani të rritë të dëgjoj, pavarësisht nga funksionit të shtetëror, të rritë të dëgjoj me shumë kështu për të mësuar, sepse nesër ky program do të diskutohet në parlament, por nëse ti nuk ke njohuri të dura, ti ngre kartonin kot. Pra zeja se kartonin ngrihet vet, nuk e ngre ti. Pra nuk e kemi ne këtë edukim. Pra qeveritarët tanë ju duket sigur çdo gjë e din ata, por realisht specialistë e fushëve i din gjërat. Fushë mas fushë dhe kështu montohet e gjithë kjo. Pra ka një mungesë, do të thosha unë, respekti ndaj specialistëve dhe ekspertëve fushëve përkatëse. Pra duhet që të bëjnë mbledhje, të bëjnë takime me ekspertë dhe me specialistët, jo me nënpunësit e tyre. Me nënpunësit e tyre kanë detyrë funksionale, i paguajnë se taksapagues dhe më fal, ta marrë edhe këtë, por duhet ta bëjnë me ne sepse nënpunësi me rrogën aty dhe nënpunësi është servil. Do të surdhon zoti ministër, ndërsa ne nuk e kemi këtë ndrojtje. Ne i themi, kjo nuk bëhet për këto 1, 2, 3, po 1, 2, 3, 4, 5. Dhe fati është që ne asnjë nga ne nuk do të punësohet në shtet. Dhe ne e themi gjën siç është, ne duam të themi siç është, pra ne kemi detyrim moral dhe edukim shpirtëror. Unë nuk smlidh asgjë me sigurinë rrugore. Pra unë nuk marr para. Unë kam edukim shpirtëror. Këtë dhe kritikat që ngrej sepse nuk dua që shqiptarët vdesin në aksidente. Ky është problemi. Mjafton t'ju tregoj programin e konferencës, për treguar disa specifika çfarë duhet ndryshojë. Në qoftë se i referohemi këtu, ka përfaqësues nga kryeministri në konferencë. I drejt për drejt është kryetari i kabinetit të Këshillit të Ministrave. Është ministri i infrastrukturës. Është Ministria e Mjedisit. Që ishte ministri, ishim pjesëmarrës në konferencë. Është kryetari i komunës së Prishtinës. Shikoj, janë dy grupe të ndryshme. Është ai që bën sot grevat edhe të dhunshme. Ishte në konferencë. Pra, kur është fjala për këto probleme, ato janë një. Nuk ka pozitë dhe opozitë. I lënë ndasit më janë. Sepse ky është një problem sa teknik, aq edhe social dhe ekonomik. Është të gjithëve normalisht. Dhe këtu nuk mund ta gjesh të bëj një konferencë e tillë dhe kemi qenë edhe në ato të vogla që janë bërë dhe pa në një fryt shumë të madh. Pjesëmarrje po. Edhe se janë thritur nga njëri
krah apo nga krahu tjetër, kur e organizon një krah, nuk shkon krahu tjetër. Kjo është një nonsens shumë i madh. Dukuri shumë negative është. Pra, këto probleme i përkasin gjithë shoqërisë, nuk i përkasin një krau politik apo një krau tjetër politik. Dhe pikërisht kjo nuk ekziston. Dhe kur klasa politike nuk merret vesh për të parë se kush është rëndësia e sigurisë rrugore, natyrisht me llafe nuk zgjidhen këto probleme. Duhen programe, plane, fonde për t'i zgjidhur. Tani që të mos jemi pesimist, a do të marrë një drejtim të çështjes këtu tek ne? Se duket sikur sa herë që takohemi, flasim dhe themi pothuajse të njëjtat gjëra. Siguria rrugore do të ketë gjithmonë ka problemet e saj, sepse aksidentet asnjëherë nuk zhduken. Pra nuk është fjala që do bëjmë një konferencë apo do bëjmë një takim dhe nesër s'kam aksident. Absolutisht jo. Dhe vendet e përparuara i kanë këto probleme sepse infrastruktura përmirësohet me përmirësimin e infrastrukturës, rritet shpejtësia, çdo vit shtohen ato mjete, pra nëse ne kemi 1.1 për familje, në bota ka 100%, pra të tre antarët e familjes kanë makinë. Pra edhe tek ne po vjen duke ushtuar, kjo do të vi duke ushtuar dhe nuk mund të themi që me shtimin ato mjeteve ne zvoglojmë aksidentet, absolutisht jo. Por problemi është që është bërë një hap përpara, është bërë një program, por ende jemi larg asaj, siç e përmendi profesori. Pra ne kemi një program, është bërë një program për sigurinë rrugore, por nëse do ta shohim atë, ka 52 pika. Nëse do ta shohim, nuk e di se sa pak prej tyre janë zbatuar, pra jemi mbrapa në zbatimin e tij. Po ato që janë në letër qëndrojnë apo ka nevojë për modifikime? Jo, minimalisht bëjmë ato që kemi në letër, nëse vetë kemi shkruar. Ato që janë në letër kanë një problem, nuk janë të zbërthyera. Pra janë çështje thjesht të konspektuara. Dhe kur them nuk janë të zbërthyera, natyrisht tek plani kombëtar i sigurisë rrugore që është bërë për vitet 2012-2020, pikat janë të ndara dhe kush do t'i realizojë. Por, në qoftë se ne shkojmë në një ministri sot, në Ministrinë e Arsimit dhe themi, çfarë keni marrë nga ky plan kombëtar i sigurisë rrugore, siç është për shembull çështja e edukimit me edukatën e trafikut në sistemin e shkollave, natyrisht nuk kanë marrë asnjë detyrë konkrete. Në qoftë se shkojmë në Ministrinë e Transportit, e infrastrukturës. Atëherë, mua do të duhet që ta ndërpres bisedën, pasi jemi në limitin e fundit kohës dhe shpeshherë nuk i kuptojmë minutat. Ju falenderoj që ishit këtu.